Trohen pastaj edhe kolegët tjerë gazetarë në qendra tjera që po presin edhe në këto temperatura për t'ju treguar shikuesve të Klan Kosovës atmosferën nga vende ku ata do të raportojnë për gati 3 ditë radhaze. Artina Breznica është në Fushë Kosovë dhe lidhemi drejt për drejt tani me të për të mësuar se si është atmosfera në këtë komunë që është shumë afër nesh këtu. Po, përshëndetje për juve në studio, përshëndetje për gjithë ata të cilët po na shikojnë në Klan Kosova. Ndodhemi në komunën e Fushë Kosovës, atje ku të drejtë vote kanë 52.006 banor, marrë parasysh me 16 qendra të votimit dhe 62 vend votime. Në komunën e Fushë Kosovës i presin nesër për të votuar. Ne kemi arë në komunën e Fushë Kosovës dhe kemi zgjedhur pikërisht në këtë vend, marrë parasysh që me ardhjen e mirëgjimtarëve kanë filluar kolona të gjata, pra është rëndu rruga, si e themi në këtë mënyrë, është rëndu trafiku dhe po shohim numër të madh të veturave që po besoj po shihen edhe prapa meje. Atmosfera në komunën e Fushë Kosovës është e qetë dhe qytetarë ka të shumt, marrë parasysh që komuna e Fushë Kosovës nuk ka një shesh, por rrugëve ne shohim shumë prej tyre edhe prej atyre të cilët janë mirëgjimtar. Ne do të qëndrojmë gjatë tërë ditës, ditën e nesërme, por edhe sonte për të raportuar dhe për të ju informuar gjithçka që ka të bëjë me këtë komunë dhe duhet të theksojmë që në komunën e Fushë Kosovës është vetëm një qendër për votim me kusht, e cila ndodhet në shkollën Mihail Grameno në Aneks Indjo. Faleminderit Artina, se po presja ta prezantoje edhe